E shtunë mbrëma, në një periferi të qetë të Tiranës. Ora bie 9. Në një shtëpi të vogël me 2 kate, jeton zonja Lola, 70 vjeç, e ve prej 12 vitesh. Fqinjet e njohin si një grua të qetë, fetare, që ndes qiriun para ikonës së Shënmërisë çdo mëngjes dhe thot: Zoti ju shpërbleft, edhe kur I vjedhin lulet nga balkoni. Por atë mbrëmje, asgjë nuk ishte normale. Në katin përdhes jetonte Klara, 22 vjeçe, studente e arkitekturës me flok të lyer roz, tatuazh carpe diem në kyçin e dorës dhe një besim të rrallë në fatin e mirë. Klara ishte virgjër, jo për nga feja, por nga një lloj perfeksionizmi romantik. Ajo priste atë të duhurin, dhe deri tani asnjë nga djemtë e asaj kohe nuk e kishte bindur. Ato 2 gra jetonin në të njëjtën hyrje, por rrallë flisnin më shumë se mirëmëngjes, deri në atë të shtunë. Klara ishte kthyer nga biblioteka rreth orës 22:30. Hapa derën e jashtme me qelsinë e saj, por dyshemeja I dukej ndryshe. Tapeti ishte I vjetër, me lule të thurura, jo tapeti I saj gri modern. Mendoi se ishte e lodhur. Ndes dritën e korridorit dhe pa ikonën e Shënmërisë, duke e parë me sytë e saj të mdhenj të artë. O Zot, sa gabova, pëshpëriti. Kishte hyrë në shtëpinë e zonjës Lola. Dyert ishin identike, por ajo në katin e parë I përkiste të moshuarës. Në panik u kthi për të dalë, por qelsi I saj nuk e kthente blokimin nga brenda. Ishte blokuar. Në atë moment, një zë I thellë, I tharë nga duhani dhe kafja e mëngjesit, e përshkoi korridorin. Kush është atje? Unë kam armë! Jo, zonjë Lola, jam unë, Klara, nga kati I sipërm, hapa gabim. Zonja Lola doli me një shami të bardhë në kokë, një mantil të purpurt dhe me një lugë druri në dorë si armë. E shikoi Klarën nga kokat e këmbët, pastaj tha diçka që ndryshoi gjithçka. Hyn brenda, vajzë, pikërisht ty të kam pritur. Klara pak, e përsëriti në mendje, më mori virgjërinë. Por jo në kuptimin trupor, sepse zonja Lola nuk e preku fare fizikisht. Ajo e uli në karigen prej druri para sobes dhe I tha: E di pse e këtu, sepse unë kam 40 vjet që ruaj një sekret. Unë jam e fundit nga gratë e linjës së virgjëreshës së fjetur. Jo virgjëri trupi, por virgjëri të shpirtit. Do me thënë pastërti aq të thellë, sa që mund të shohësh tet një person nëse ai do të jetë I lumtur apo I malkuar. Klara mendoi se e moshuara kishte humbur mendjen. Zonjë Lola, më falni, por unë dua vetëm të dal dhe të fle. Nuk do të flesh dot derisa të mos ta marr unë virgjërinë tënde. Çfarë? Klara u ngrit. Jo atë lloj virgjërie, budallaqe, qeshje e moshuara duke treguar dhëmbët e artë. Unë të marr besimin tënd të paprekur te njerëzit. Ti je ende si një fletë e bardhë për dashurinë. Askush nuk ta ka thyer zemrën. E ke ruajtur veten jo për Zotin, por për një përal. Dhe unë, moj bi, jam e dërguar nga jeta për ta shkatëruar atë përal. Zonja Lola ndezi 3 qirinj. Hapi një bibël të vjetër dhe nxori nga brenda një pasqyrë të thyer. Kjo pasqyrë, tha ajo, e ka parë fytyrën time kur më mashtruan për herë të parë. Që atëherë, ajo tregon të vërtetën e shëmtuar të çdo iluzioni. Klara donte të ikte, por këmbët I ishin rënduar. Jo nga magjia, por nga një kuriozitet I thellë. Ajo ishte rritur duke lexuar Harry Potter, por kur nuk ishte besuar se një gjyshe 70 vjeçare mund të ishte marrëse virgjërish. Si funksionon kjo? Pyeti Klara ndërsa rinte ulur përsëri. Unë të tregoj historinë e jetës sime, dhe ti, duke e dëgjuar, humb diçka. Atë naivitetin tënd, sepse virgjëria jote nuk është në trup, por në sy. Kur unë të mbaroj së foluri, ti nuk do ta shikosh më botën njësoj. Dhe filloi. Isha 17 vjeç,
Në vitin 1971, Rafi, djali i Robaqepsit, më premtoi yjet. Puthja e parë pas kinemas Partizani. Pas 3 muajsh më la për të dashurën time më të mirë. Thash do të pres të duhurin. Pastaj, 24 vjeç takova Arbenin, oficer, i pashëm. Më mori në shtëpi, më premtoi martesë. Po atë natë u zgjova dhe e pash duke numëruar paratë e babait tim që i kishte vjedhur nga komodina. E denoncova. Ai u burgos. Familja ime më malkoi. Klara filloi të dridhej. Pastaj, vazhdoi Lola, bëra 40 vjet. Takova një burr të moshuar, të ve, me 2 fëmijë. Mendova, tani ke kaluar moshën e përallave. Ai ishte i sjellshëm. Jetuam 12 vjet. Pastaj vdiq. Por më la një trashëgimi. Letra dashurie që i shkruante një tjetre gjatë gjithë kohës që ishim bashk. Edhe në pleqëri tradhtia ekziston. Lola mori pasqyrën e thyer dhe e vendosi para Klarës. Shiko, çfarë she? Klara pa fytyrën e saj të ndarë në 3 pjesë nga të qarat. She? Asnjë dashuri nuk vjen e plot. Edhe unë, në moshën 70 vjeç, ende ruaj një copë vjugjerie. Atë pjesë që beson se dje mund të ishte ndryshe. Por e jotja, moj bi, do t'ju jap unë sonte. Zonja Lola ju afrua Klarës. Nuk e puthi, nuk e preku. Thjesht i rëmbehi syzet e dioptrit nga fytyra. Klara mbante syze lehtësimi për kompjuter. Klara mbeti pa syze dhe e pa botën të turbudh. Tani, tha Lola, përsërit pas meje. Unë nuk pres më princin. Princi nuk vjen. Vetëm burrat vinë dhe ikin. Klara u përpok të rezistonte, por lotët filluan të rridnin, jo nga dhimbja, por nga një lirim i çuditshëm. Nuk mund ta them, përshpriti. Atëhere unë do ta them për ty. Unë jam e lirë të dua pa ruajtur asgjë. Dhe befas, Klara ndjeu sikur një peshë 22 vjeçare i ra nga supet. Ajo pranoi. Ishte e lodhur duke pritur të duhurin. Ishte e lodhur duke ruajtur veten si një objekt muzeu. Ma more virgjërin, tha Klara duke qarë. Po, u përgjigj Lola. Dhe tani, shko dhe jeto. Bëj gabimet. Puthu të parin që të bënd të qeshësh. Sepse virgjëria nuk është kur diçka që ja jep dikujt tjetër. Është burgu që t'i ndërton rreth vetes. Pjesa e 5. Mëngjesi. Në mëngjes, Klara u zgjua në shtratin e saj, në katin e sipërm. Nuk e dinte si ishte kthyer. Në tryezën e saj kishte një pasqyrë të vogël të re, jo të thyer, dhe një letër që thoshte: Tani je e virgjër për jetën time të re. Mos ma kthe. Zonja Lola. Klara zbriti shkallët, trokiti në derën e zonjës Lola. Askush nuk i hapi. Fqini nga përbal i tha: Ajo gruaja vdiq 3 vjet më parë. Ktu banon djali i saj, por është në Greqi. Shtëpia është bosh. Klara u kthjelua në fytyr. Në dorë mbante letrën. E lexoi përsëri. Pastaj u ul në shkallët e hyrjes dhe qau. Jo nga frika, por nga një mirënjohje e çuditshme. Dhe atë ditë, për herë të parë në 22 vjet, ajo nuk veshi buskuqin roz për të tërhequr të duhurin. Veshi një bluzë të thjeshtë dhe doli në rrugë pa pritur asgjë nga askush. Pas 2 javësh takoi një djalë në radhën e bukës. Ajo i tha: Më pëlqen kur qesh. Ai i tha: Edhe mua më pëlqen ku njerëzit nuk pretendojnë. Ata u takuan për kafe, dhe asaj nate, kur ai i pufi dorën, Klara e dinte. Virgjëria e saj e vërtet, ajo e përallave, ishte marrë nga një plak 70 vjeçare që ndoshta nuk ishte ekzistuar kur. Por më e rëndësishmja,
Ajo nuk kishte më nevojë për ta. Epilogu. Zonja Lola, nëse ka qenë ndonjëherë gjallë, ndoshta ishte thjesht një pasqyrë e asaj që Klara kishte frikë të bëhej. Një grua e hidhur, por e mençur. Por Klara zgjodhi të bëhej diçka tjetër. Një grua që humbet virgjërinë e iluzionit, por fiton lirinë për të gabuar. Dhe kjo, ndoshta, është e vetmja virgjëri që ja vlen të humbet.